Objektivat, targeti, po targetin tashi Sandri e kishte vetëm për shitje. Tani objektivat nuk janë vetëm për shitje, ose targeti nuk është vetëm për shitje. Më sakt, ai është i fundit fare, aty të shkretit, të mëndër shitjet janë thjesht rezultat. Imagjinoni një printer. Ti bën një dokument aty, në kompjuter, jep enter edhe printohet. Këto janë shitjet. U printua jo letra, maroj, s'ke që i bëmë. Ti të shqitu, sa ke që i ka printu, që i ka dokumenti gabim. Atëre qa bën, merë atë letrën e printume, edhe e ndryshon. Ta shi e regullova, e printon prapë. Hop, po i soj dile jo. Pse? Sepse ti ke ndryshuar letrën e printume që s'ke që i bën fare. Njerëzit përgjithsisht me rakosen për shitjet, edhe bo s'kemi shitje, bo kemi haltmos, shitja është grop, qa të bëjmë? Ajo është e fundit fare, ka marruaj mobe, duhet shofësh qa ka në kompjuter, qa shkruhet aty, qa si hidhet sistemi, si bëhet, që të shofësh pasaj finalen e printit. Shitjet janë thjesht rezultati i fundit final, por ato që janë më të vështira janë këto licat, vizitorët, prospektet, skripti, raportimi, fokusi, 100 gjona. Kur vjet punat e shitje, qoftë se shitjet nuk janë në nivelin që ti i do, shko sipër, thu qa kam në i gjë që ta regulloj. Base këto agjentët po më rrafin doktorët. Edhe po zijen, s'po lej farmaci pa u zi. Edhe unë them si s'ka shitje. Ose ke një skript të gabuar, ti nuk e bën mirë prezantimin e mallit, ose nuk e bën mirë atë takimin me klientit, ose nuk e bën mirë të gjërët tjerë.